Me qëllim zbulimin e hershëm të kancerit është rritur numri I kontrollave mjekësore, pohon drejtori I Fondit të Sigurimit Shëndetësor Sasho Klekovski. Vitin që lan pas, sipas tij janë bërë rreth 13.000 kontrolle për ndërhyrje totale, ekzaminime të gjirit, duke përfshirë mamografin, ultratingujt, rezonancën magnetike, biopsin. Минатата година беше голем фокус на патологијата и на молекуларната диагностика. Многу работевме со Институтот за патологија, го зголемивме буџетот таму, го зголемивме буџетот во МАНУ, го вклучивме ПМФ во мрежата и успеавме дури да направиме и подобрување на кадрот. Значи има нови вработувања и на клиниката за радиотерапија и онкологија и на Институтот за патологија, вкупно 4 нови специализанти. To je dobrata vest. Klekovski tha se ka përparim të rëndësishëm në patologji dhe diagnostik molekulare, meritje të buxheteve për Institutin e Patologjisë dhe Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, si dhe përfshirjen e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Matematikës në Rjet. Fatkeqësisht në 2 konkurse të shpallura për patolog, asnjë kandidat nuk aplikoi për 5 pozicione pune. Покрај ваквите ограничувања во кадрот, постигнавме над 20.000 хистопатолошки анализи да се направат во земјата и околу 2.000 молекуларни истражувања или генетски. Ова бројка ги вклучува и ретките болести, меѓутоа најголем дел од ова бројка се малегни заболувања. И оно што работиме понатаму со Институтот за патологија, кој е главниот обезбедуваш новија услуги во земјата. Klekovski apeloi të gjithë atyre mbi moshën 50 vjeç të bëjnë kronoskopi. Tha po ashtu se shpreson që këtë vit qendra 5 do të fillojë edhe me incizimet specifike të prostatës, sepse për momentin këto incizime nuk po bëhen. Përndryshe, sipas të dhënave nga Fondi Shëndetësor, në vitin 2025 janë realizuar gjithsej 17.581 kontrolle endoskopike, prej të cilave 7.096 kolonoskopi dhe 9.807 gastroskopi. Për diagnostikimin e gjoksit janë realizuar gjithsej 13.042 shërbime, prej të cilave 7.076 mamografi.